Burimi tek tuneli në ujin e ftohtë në Vlorë është mbuluar sërish nga inertet, duke rikthyer një problematik të vjetër që po shqetëson prej kohësh banorët e zonës. Pamjet që po shihni në ekran janë filmuar nga televizioni 6+1 Vlora këtë të mërkurë dhe tregojnë qartë gjendjen aktuale të burimit, i cili është thuajse i paaksesueshëm për shkak të depozitimit të gurve. Dallgët e forta të ditëve të fundit kanë ndikuar ndjeshëm në përkeqësimin e situatës, duke bërë që gryka e burimit të mbulohet plotësisht. Si pasojë, shumë qytetare kanë të pamundur të mbushin ujë, ndërsa disa të tjerë janë detyruar të presin me orë të tëra, me shpresën që niveli i inerteve të ulet, por që kjo duhet të ndodhë vetëm nëpërmjet një pastrimi. Kjo situatë nuk është shkaktuar vetëm nga kushtet natyrore. Një tjetër faktor janë punimet e kryera për ndërtimin e lungomares, të cilat sipas tyre kanë ndryshuar rrjedhën natyrore të ujit dhe kanë ndikuar drejt për drejt në grumbullimin e inerteve pranë tunelit. Ndërhyrjet e vazhdueshme pa një zgjidhje afatgjat kanë bërë që problemi të përsëritet her pas here. Tuneli i ujit të ftohtë konsiderohet një burim i rëndësishëm për shumë qytetar. Për këtë arsye, mbyllja apo bllokimi i tij, qoftë edhe për disa ditë, krijon shqetësim. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përkatëse, duke theksuar se pastrimi i përkohshëm nuk është zgjidhje. Ata kërkojnë një plan konkret dhe afatgjat që të parandalojë mbulimin e tunelit sa herë që ka dallgë të forta apo rreshje intensive. Qytetarët shpresojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe problemi të marrë zgjidhje sa më shpejt për të shmangur përsëritjen e kësaj situate, e cila sipas tyre po kthehet tashmë në një histori të zakonshme. Televizioni 6+1 Vlora do të vijojë të ndjejë nga afër zhvillimet dhe reagimet e institucioneve përgjegjëse lidhur me këtë çështje.